Gushti dha sinjale pozitive për ecurinë e turizmit në vend pas një ecërie zhgënjyese deri në korrik. Sipas shifrave të Instat, në gusht në vend hyn 2.38 milion shtetas të huaj me një rritje prej 9.9% në krahasim me të njëjtën muaj të një viti më parë. Të dhënat e detajuar të Instat bëjnë të ditur se efektin kryesor në ecurinë pozitive të hyrjeve të shtetasve të huaj e ka dhënë Kosova. Në gusht në vend hyn gati 1.1 milion shtetas nga Kosova me një rritje prej 15% në krahasim me të njëjtën periudhë të një viti më parë. Kjo është hera e parë që raportohen mbi 1 milion hyrje nga Kosova në një muaj të paktën që nga viti 2022, ku Instat raporton të dhënat e detajuara. Hyrjet e shtetasve nga Kosova zunë 47% të totalit në gusht, nga 38% që ishte kjo peshë për 8 mujorin. Vetëm në gusht hyrjet e shtetasve nga Kosova ndikuan në gati 70% të rritjes, 142.000 më shumë hyrje vetëm nga Kosova, nga 214.000 hyrje më shumë në total. Përkundrejt të shifrave, operatorët turistik nuk e kanë parë këtë optimizëm në tendencën reale. Raman Kasa, kryetar i Unionit Turistik Shqiptar, ka pohuar në një intervistë të mëparshme për Monitor se ka një pranim më të ulët të shqiptarëve të Kosovës. Rënja e tyre është ndikuar nga disa faktorë si rritja e çmimeve, zhvlerësimi i euros që ul të ardhurat që ata marrin kur i këmbejnë në lekë, si dhe fakti që tashmë shtetat e Kosovës mund të udhtojnë pa viza, duke patur mundësi për të kaluar pushimet në vendet e tjera të rajonit. Që nga 1 maj, siç dihet, është rikthyer marrëveshja mes qeverisë së Kosovës dhe asaj të Shqipërisë, në bazë të së cilës për automjetet e Kosovës që hyjnë në Shqipëri dhe nga Sjeltas nuk do të kryejnë kontrolle kufitare, duke mundësuar lëvizje të shpejtë dhe të pakufizuar. Lëvizja e tyre gjurmohet në mënyrë administrative bazuar në të dhënat e automjeteve dhe transportit, për shembull numri i autobusëve, makinave, udhëtarëve që deklarohen nga autoritetet e kufit dhe e transportit. Një pjesë e hyrjeve në Shqipëri dhe tranzit për të udhëtuar përmes aeroportit të Rinjasit për shkak të çmimeve të lira të biletave dhe destinacioneve të shumta që po tërheqin gjithnjë më shumë udhëtarë nga Kosova, tashmë që ata mund të udhtojnë lirisht në Europë. Duket se Kosova po shërben si një amortizator për turizmin, ashtu siç ndodhi edhe me eksportet shqiptare, ku tranziti i naftës po përfshihet si eksport në grupin mineral, lënë të djegëse dhe energji nga Shqipëria në Kosovë, duke rritur fiktivisht eksportet shqiptare.